Përshëndetje, magazinën informative 21 Live News e hapi me një lajm pozitiv për Kosovën. Komiteti Libe i Parlamentit Evropian votoi pro liberalizimit të vizave për Kosovën. Për më tepër informacion rreth këtij procesi të votimit për liberalizimin e vizave për Kosovën, lidhemi drejt për drejt me kolegun Burim Zariqi, i cili do të zhvillojë një intervistë me Ministrin e Integrimit Evropian Bekim Çollaku. Burim, përshëndetje, fjala për ju. Përshëndetje, Leonora, këtu nga objekti i qeverisë e Kosovës, konkretisht në zyren e Ministrit të Integrimit Evropiane, Bekim Çollaku, me të cilin do të bisedojmë në lidhje me vendimin e fundit të cilin e ka marrë Komisioni i Bashkimit Evropian. Zoti Ministër, faleminderit fillimisht që pranuat në këtë bisedë drejt për drejt në Radio Televizionis tani. Është kënaqësi që të jemi ju sonde. Si e pritet këtë vendim, Zoti Ministër? Është një vendim tepër i rëndësishëm në kuadër të zinxhirit të vendimmarrjes që është duke ndodhur në kuadër të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe unë mirëpres shumë vendimin pozitiv nga ana e Komitetit për të drejtat civile, punë të brendshme dhe drejtësi të Parlamentit të Bashkimit Evropian, që përkundër rrethonave dhe situatës aktuale në Kosovë, përkundër faktit që Kosova nuk arriti që javën e kaluar të ratifikojë marrëveshjen për shënimin e vizës kufitare, ata na dhanë një mundësi tjetër që ne të përmbushim obligimet e mbetura dhe kjo tregon që eurodeputetët e Parlamentit të Bashkimit Evropian kanë besim tek përpjekjet që ka bërë Kosova në përmbushjen e të gjitha kritereve dhe është një lloj, si thua, mirënjohje për punën e madhe që ka bërë Kosova në përmbushjen e të gjitha kritereve gjatë 4 viteve të fundit. Pra është një moment tepër i rëndësishëm, është një moment tepër pozitiv, mirë po në njëjtën kohë edhe sot në këtë takim të këtij komiteti u bë qartë që Kosova fatkeqësisht nuk do të mund të procedojë me tutje dhe propozimi për Kosovën nuk do të mund të votohet dhe të kalojë në seancë plenare për votim në kuadër të Parlamentit të Bashkimit Evropian, për aq kohë sa Kosova nuk e përmbush obligimin e vet të mbetur në këtë proces. Prandaj votimi i sotëm, edhe pse votim pozitiv, të cilën e çmojmë shumë dhe për këtë jemi shumë mirënjohës, sidomos ndaj raportueses për Kosovën, zonjës Tanja Fajon, e cila ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme që t'i bind deputetët e Parlamentit Evropian që sot kemi këtë rezultat pozitiv, duhet të shërbejë si një moment reflektimi tek leadershipi kosovar, tek liderët e partive politike kosovare, qofshin ata të pozitës apo të opozitës, që më në fund të binden që Parlamenti Evropian, Këshilli i Bashkimit Evropian e ka shumë seriozisht çështjen e përmbushjes së kriterit të mbetur dhe që nuk do të kemi mundësi që qytetarët e Republikës së Kosovës t'ia japim lajmin e shumë pritur që ata do të mund të lëvizin pa viza gjatë këtij viti në rast se ne nuk i përmbushim obligimet tona të mbetura. Prandaj shpresoj që ky moment pozitiv do të shërbejë si inkurajim edhe për deputetët e Konventit të Republikës së Kosovës që në një të ardhme jo të largët, pra në një të ardhme të afërt, sepse koha është shumë e rëndësishme, ta adresojnë edhe çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Maltezi. Duke parë këtë vendim pozitiv, Zoti Ministër, cilat janë hapat me tutje që duhet i marrë Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave dhe a pritet që si vjet qytetarët të udhtojnë lirshëm në zonën Schengen? Ky proces ka qenë një proces shumë i gjatë dhe tepër kompleks dhe në vazhdimën e veprimeve që kanë mbetur të ndërmerren deri në fund të këtij procesi ka ende disa hapa. Mirëpo gjithçka varet nga ana jon. Nëse ne e përmbushim obligimin e mbetur, atëherë do të ketë lëvizje pozitive edhe në Parlamentin e Bashkimit Evropian, pra votim në seancë plenare. Dhe në momentin kur votohet në seancë plenare, atëherë çështja kalon tek Këshilli i Bashkimit Evropian, që faktikisht është zëri 28 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, që me votin e tyre përsëri duhet ta konfirmojnë votimin e Parlamentit të Bashkimit Evropian. Mirëpo në skenarin pozitiv, edhe Këshilli i Bashkimit Evropian pritet që ta konfirmojë një votim pozitiv eventual që do të vijë nga Parlamenti i Bashkimit Evropian. Mirëpo në këtë fazë nuk mund të spekulojmë me këtë gjë sepse është e qartë tashme. Parlamenti i Bashkimit Evropian nuk do të votojë për Kosovën derisa ne nuk e përmbushim obligimin e mbetur dhe si e tillë ky propozim nuk do të mund të kalojë për votim në Këshillin e Bashkimit Evropian nëse ne nuk e bëjmë të njëjtën gjë. Mirëpo nëse ne e bëjmë këtë gjë, atëherë jam i sigurt që gjitha këto procedura, do të thonë, kanë mbetur edhe 2 hapa
në skenarin pozitiv për të mbyllur deri në fund të këtij procesi, pra votimin e seancës plenare në kuadër të Parlamentit të Bashkimit Evropian dhe pas këtij votimi nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Ky është skenari pozitiv. Nëse ne i përmbushim obligimet tona, ne kemi mundësi që gjatë këtij viti ta marrim vendimin përfundimtar për liberalizimin e vizave. Në rast të kundërt krijon paqartësi. I bie kjo që demarkacioni, ratifikimi në fakt i marrëveshjes se demarkacioni me Malin e Zi është faktori kyç që qytetarët si vjetë votojnë lirshëm pa viza në zonën Schengen? Fatkeqësisht kjo është e vërteta, të cilën duhet t'ja themi hapur qytetarët të Republikës së Kosovës. Sado që mund të konsiderohet jo i drejtë lidhja që i ka bërë Bashkimi Evropian çështjes së ratifikimit të kësaj marrëveshje me procesin e liberalizimit të vizave, ky është një fakt që ne nuk mund ta mohojmë. Dhe po nuk e tejkaluam këtë pengesë, ne nuk kemi gjasa që ta marrim liberalizimin e vizave gjatë këtij viti. Të dy çështjet, edhe ratifikimi i marrëveshjes, edhe lëvizja pa viza, janë çështje kryesore të interesit nacional. Dhe leadershipi kosovar, partitë politike, qofshin opozit apo pozit, deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës duhet t'ju japin përgjigjen e merituar dhe adekuate këtyre dy çështjeve të interesit nacional dhe unë mbes optimist që do të ketë arsye të mjaftueshme, argumente të mjaftueshme që ne të dimë të gjejmë rrugën e duhur për të përmbushur këto dy objektiva nacionale. Ministër, faleminderit shumë për kohën tuaj. Ishte kënaqësi dhe gjithë mirat. Leonora, ishim drejt për drejt nga zyra e Ministrit të Integrimit Evropiane Bekim Çollaku për të na dhënë detaje në lidhje me vendimin e fundit të Parlamentit Evropian sa i përket liberalizimit të vizave. Linja për ju në studio. Po faleminderit, Burem, pra ishte Burem Zariqi me Ministrin e Integrimit Evropian Bekim Çollaku, i cili tha se Komiteti i Parlamentit Evropian me këtë vendim me këtë votim pro liberalizimit të vizave për Kosovën, në fakt Kosovës i ka dhënë një afat shtesë dhe një besueshmëri për përmbushjen e kritereve shtesë për liberalizimin e vizave, siç është demarkacioni dhe luftimi i korrupsionit. E për shkak të procesit të liberalizimit të vizave, qeveria duhet që sa më shpejt të riprocedojnë në kuvend projektligjin për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, edhe pse ende nuk dihet data se kur do të bëhet riprocedimi. Por partia më e madhe opozitareve të vendosje këmbgul se do ta kundërshtojë edhe më fuqishëm këtë marrëveshje nëse qeveria tenton që prap ta sjellë në kuvend për miratim. Më 12 shtator, kuvendi do të përmbyll pushimet dhe do të nisë sesionin vjeshtor, kur qeveria pritet të riprocedojë sa më shpejt që tjetë e mundur marrëveshjen për vijën kufitare me Malin e Zi, bën të ditur këshilltari i kryeministrit Mustafa Faton Abdullahu. Nuk mund ta themi me saktësinë, kuptimin e precizitetit se me cilën ditë do të ndodhë kjo, për shumë arsye, por ajo çfarë mund të themi tash është se qeveria do të punojë në drejtim të procedimit në kuvend të projektligjit për shënimin e vijës kufitare sa më shpejt që është e mundur. Për shumë arsye, sa më shpejt që është e mundur, sepse jemi të bindur se kjo çështje është në interesin vital të Kosovës. Kur kemi parasysh qoftë raportin ton me fqinjet ku duhet kemi një normalizim, qoftë rrugëtimin ton drejt Bashkimit Evropian, por në vetëvendosje janë të vendosur për kundërshtim edhe më të ashpër të marrëveshjes në fjalë, nëse qeveria tenton të sjellë sërish në kuvend demarkacionin të cilin ky subjekt e quan të vdekur. Nuk ka forcë, nuk ka pushtet që mundet me imponu faljen e territorit të Republikës Kosovës. Jo vetëm që kemi ndru formë, po do të jemi hala më të zëshëm dhe më të fuqishëm nëse qeveria e Kosovës tenton për ta sjellur prap demarkacionin. Ky demarkacion, në këtë formë dhe në këtë përmbajtje, asnjëherë nuk do të kalojë në Republikën e Kosovës përkatësisht në kuvendin e saj. Ajo që do të ndodhë është që kjo qeveri do të detyrohet dhe obligohet me jap dorëheqje, sepse përndryshe në Kosovë nuk do të ketë më qetësi. Ekzekutivi zotohet për angazhim edhe më të madh për t'i bindur deputetët dhe listën serbe që të votojnë pro marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi, pasi që nuk ka rrugëzgjidhje tjetër. Do të punojmë në drejtim të bërjes me dije dhe hedhjes dritë edhe më shumë nëse është nevoja për të hequr gjitha ato hezitime që dikush mund të ketë, qoftë nga deputetët, qoftë nga ndonjë grup parlamentar, që t'ua bëjmë me dije të gjithëve, pa dallim, pa asnjë dallim, që krejt kjo shkon në dobi të Kosovës dhe ne duhet ta procedojmë tutje dhe duhet me patjetër ta votojmë. Ndërsa zyrtar të vetëvendosjes thonë se qeveria është përgjegjëse për çfarë do dështimi.
Besoj që tash përgjithësi, nëse i rrim logjikës së pushtetit, e ka kryeministri. Kryeministri e ka tërhekur nga kuvendi demarkacionin. Ata pa mundsojnë liberalizimin e vizave të Kosovës. Pa e luftu në thelb, në rrën, krimin organizuar dhe këtë klan, dhe pa i larguar këta nga pushteti, edhe pa i qu në vendin në të cilën e kanë, që është burgu, dhe pa ja konfisku pasurinë, nuk ka liberalizim vizave. Edhe njëherë qeveria kombëgulse nuk do të bëj kurfar lëshimesh të çfarë do natyre në dëm të Kosovës, ndërsa në kabinetin e kryeparlamentarit Veseli thanë se në momentin kur qeveria do ta procedojë në kuvend marrëveshjen për vijën kufitare me Malin e Zi, kryesia do të caktojë seancën për këtë çështje. Kombëtarja e Kosovës në futboll debuton sonte në gara të nivelit ndërkombëtar përkatësisht në kualifikimet për kampionatin botror Rusi 2018. Kosova në ndeshjen e saj të parë e zhvillon si mysafire e Finlandës, një reprezentacion i respektuar dhe me shumë tradit. Për ballafaqimin debutues, Kosova kishte problem të madh në aspektin e krijimit të ekipit, duke pas parasysh që tek sot mori konfirmimin për 6 lojtarë për të cilët nuk dijej nëse do të ishin pjesë e formacionit për takimin e sotëm apo jo. FIFA u ka dhënë dritën e gjelbër që të luajnë për Kosovën lojtarëve Amir Rahmanit, Alban Meha, Milot Rashicës dhe kapitenit Sajmir Ujkani. Në këtë mënyrë, ekipi që drejtohet nga Albert Bunjaku është i kompletuar për sfidën me Finlandën, vendase që është favorite duke u bazuar në traditën e madhe që ka, mirë po edhe Kosova hyn në këtë ndeshje me aspirata për rezultat pozitiv. Takimi fillon në orën 20:45, kurse treshja e gjyqtarëve vije nga Slovakia. Në kuadër të kualifikimeve për botrorin 2018, sonte përballen edhe Shqipëria me Maqedoninë. Presidenti Hashim Thaçi do të jetë prezent në tribunat e stadiumit në Turku të Finlandës, ku sonte përfaqësuesja e Kosovës zhvillon ndeshjen me Finlandën, e vlefshme për eliminatorët e botrorit Rusi 2018. Rrugës për në qytetin Turku të Finlandës në përkraje të përfaqësuesës son në debutimin historik në kualifikimet për në botrorin 2018, i bindur në ngadhnimin e djemve tanë, ka shkruar Thaçi në rrjetin social Facebook. Kthehemi në studio me të tjera informacione. Lëvizja vetëvendosje e quan të montuar aksionin e policisë për arrestimin e 6 aktivistëve. Në një konferencë për media u tha se termi terrorist i cili po i mvishët vetëvendosjes është i qëllimshëm për arsye se ky term është i ndjeshëm në arenën ndërkombëtare. Aksioni policisë për arrestimin e 6 aktivistëve të vetëvendosjes sipas zyrtarëve të kësaj lëvizjeje është operacioni montuar. Molliqa i thotë se në këtë rast bëhet fjalë për krim të organizuar nga gjyqësia, prokuroria, klani Pronto dhe media. U paraqitën fotografi përmes të cilave u tha se dëshmohen lidhjet mes drejtorit për antiterrorizëm në polici me PDK-n dhe RTK-n, që sipas tyre po sulmojnë vetëvendosjen. Ky person, pas publikimit të kësaj fotoje, asnjëherë më nuk është dokur publik, ani pse i cili është udhëheci i këtij aksioni ndaj vetëvendosjes. Luan Keka, përveç lidhjes së ngushtë që ka me Zenon Barazitin, i njëjti është bashkëshort i Miranda Keka, kandidate për deputete, siç e shihni këtu, në listën e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e fundit. Po ashtu në këtë foto shihet edhe Azrena Gushi, RTK, dhe mbi gjitha Ridvan Berisha, RTK. Në njërën të emisioneve të Radio Televizionit Kosovës, para arrestimit të aktivistëve tonë, saktësisht një ditë përpara, i cili është publik, Ridvan Berisha është zëvendës si kryesor se si vetëvendosja është nxitësia dhe organizuesja e sulmeve terroriste dhe bombave që po hidhen në Kosovë. Dhe e sulmon, si më thonë, ose kundërshton disa herë moderatorën e lajmeve të Radio Televizionit Kosovës duke intervenuar me zellin më të madh ndaj vetëvendosjes. Molliqa i madje thotë se vetëvendosja është akuzuar për veprime terroriste pa pasur dëshmi, por me të vetmen arsye që agjencitë ndërkombëtare dhe vendore të kenë qasje në të gjitha komunikimet e vetëvendosjes. Nëse akuzohesh për terrorizëm, atëherë agjencionet e ndryshme kanë qasje në gjitha komunikimet e juve. Ne besojmë fuqishëm që ne jemi akuzuar si aktivist të lëvizjes vetëvendosje dhe si lëvizje vetëvendosje për aktet e tilla, duke mos pasur fare dëshmi për të vetmen arsye, që agjencionet ndërkombëtare dhe vendore me pas qasje në të gjitha komunikimet e vetëvendosjes, përfshi ato personale publike,
edhe të interesit privat dhe publik. Pra, me këtë akuzë, ata kanë siguru qasje në të gjitha e-mailet, Facebook, telefonat, edhe gjitha aplikacionet tjera të komunikimit, dhe kjo është e vetmi arsye që ju ka desh kjo akuzë. Molliqa i reagoi ashpër edhe ndaj lidhjes demokratike të Kosovës për arsye se kjo e fundit ende nuk është deklaruar për përgjimet. Pason një përmbledhje informacionësh. Prokurori i deritashëm kryesori Task Force speciale hetuese të Bashkimit Evropian David Schwendimann, që ka udhëhequr hetimet mbi akuzat që dalin nga raporti Dick Martit, është emëruar kryeprokurori zyrës së prokurorit të specializuar pranë gjykatës speciale. Prokuroria speciale do të vazhdojë me hetimet e filluara nga ekipi hetuesve të specializuar dhe do të vazhdojë me përgatitjet për fazën e ardhshme të punës sonë, thuhet në kumtesën e zyrës së tij. Ish-ministri i punëve të jashtme i Suedisë, Carl Bildt, ka shprehur zhgënjimin e tij për dështimin e Kuvendit të Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me malin e zi javën e kaluar. Në një postim në Twitter, Bildt, i cili është marrë me çështjen e Ballkanit, ka thënë se është skandaloze që Kosova nuk e ka miratuar këtë marrëveshje. Presidenti Hashim Thaçi deklaroi se Papa Francesku ka plane ta vizitojë Kosovën. Thaçi e dha këtë deklarat pas takimit që pati me Papën gjatë ceremonisë së shenjtrimit të Nënës Terezë. Thaçi shkroi në Facebook se gjatë audiencës private me Papa Franceskun reflektuan për rolin e Kosovës për paqen në Ballkan dhe rolin e Shën Terezës për paqen në botë. Ati i shenjtë më njoftoi edhe për planat e tij për të vizituar Kosovën dhe për njohjen e realitetit në Ballkan, ka shkruar Thaçi. Edhe kryeministri Sa Mustafa bën të ditur se në pritjen e Papa Franceskut e ka falendëruar përzemërsisht atin e shenjtë për mbështetjen e përhershme të tij dhe të selisë së shenjtë për Kosovën dhe për popullin e saj. Kreu i qeverisë Sa Mustafa zhvilloi një takim edhe me sekretarin e shtetit të selisë së shenjtë, kardinalin Pietro Parolin, nga i cili kërkoi mbështetje të mëtejme për Kosovën. Me këtë rast, kryeministri Mustafa shprehu përkushtimin e shtetit të Kosovës për tellimin e gjithanshëm të bashkëpunimit me Selinë e Shenjtë. Në takim me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro për Kosovën, ka folur edhe presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani. Ai vlerësoi vëmendjen e veçantë që Selia e Shenjtë i kushton marrëdhënieve me Kosovën. Nishani shprehu besimin se shumë shpejt edhe Selia e Shenjtë do të marrë një vendim për njohjen e pavarësisë së Kosovës në shërbim të mëtejmë të paqes dhe sigurisë në rajonin e Ballkanit dhe Evropës juglindore. Sot filloi viti i ri shkollor 2016-2017 në tërë Kosovën, ndërkaq ora e parë e mësimit ju kushtua shenjtrimit të Nënës Terezë. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami vizitoi nxënësit në shkollën fillore dhe të mesme të ulët Meto Bajraktari. Sipas ministrit Bajrami, furnizimi i shkollave me libra do të përfundojë gjatë kësaj jave. Nxënësit e të gjitha shkollave në arsimin parauniversitar në Kosovë filluan mësimin në vitin e ri shkollor 2016-2017. Takimin me fëmijë që për herë të parë ulën në bankat shkollore, ministri Arsim Bajrami e përshkroi si të veçantë gjatë vizitës në shkollën fillore Meto Bajraktari në kryeqytet. Le të jetë ky një vit ku të gjithë së bashku, pra mësimdhënësit, arsimtarët, drejtorët, prindrit, do të mobilizohemi për të ndërtuar një sistem cilësor të arsimit. Ftoj nga ky hol, nga kjo shkollë, të gjithë mësimdhënësit, të gjithë drejtorët e shkollave, të gjithë nxënësit dhe prindrit, që të gjithë të mobilizohemi që ky të jetë një vit vendimtar i stabilizimit të sistemit arsimor, ngritjes së cilësisë, në mënyrë që të bëjmë një shërbim të madh popullit të Kosovës duke ndërtuar një sistem pozitiv të edukimit. Të vazhda dhe Duke komentuar orën e parë të mësimit që ju kushtua shenjtrimin të Nënës Terezë, ministri Bajrami tha se kjo nuk e vë në pikpyetje karakterin laik të shkollave në Kosovë. Ai është ikonë e kombit dhe tërë bota asaj ka bërë dërime. Nëse tërë bota ndëron një nën shqiptar, atër kemi për obligim që ne fëmijëve tonë të tregojmë për rëndësinë e kësaj nëne, për rëndësinë që ka për të ardhmen e popullit dhe për misionin e saj, misioni i përhapjes së paqes, dhe mendoj se ne gjithë duhet të krenohemi që sot fëmijët kanë folur, mësimdhënësit kanë folur për këtë moment historik. Drejtoresha e Arsimit e Komunës së Prishtinës, Arbëria Nagavci, ndërkaq ditën e sotme e cilësoi të veçantë sidomos për nxënësit e klasës së parë.
si Komunë e Prishtinës kemi ndërmarrë të gjitha aktivitetet në përmirësim të infrastrukturës, në plotësimin e të gjitha nevojave në mënyrë që shkollat vërtet të plotësojnë kërkesat dhe standardet për t'i ofruar nxënësve ato që kanë më së shumti nevojë. Fëmijët ishin ata të cilët më së shumti janë gëzuar fillimit të vitit shkollor. Olti Agjilari shpreh lumturinë që ka filluar mësimin në klasën e parë. Shkolla më pëlqen dhe kam pëlqy gjithë. Mësimi në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë vijojnë rreth 270.000 nxënës, ndërsa në këtë vit shkollor në klasën e parë janë regjistruar 26.000 nxënës. Prej sot, nxënësit e shkollës së mesme ekonomike Faj Konica në Ferizaj do të ndjekjen mësimet në objektin e ri. Shkolla ku i vijuan deri tani mësimet këta nxënës nuk i plotësonte as kushtet elementare. Ministri i Arsimit Arsim Bajrami tha se ndërtimi i godinave të reja shkollore është vetëm një hap drejt krijimit të një sistemi cilësor që ofron edhe më shumë mundësi të punësimit. Padyshim që kjo shkolla mesme ekonomike ka mundësi të ndërtoj kapacitetet e mëdha, të shkolloj fëmijë në frymen e nevojave të tregut të punës, të siguroj që këta nxënës nesër të sigurojnë punë dhe të jenë barës të tranzicionit ekonomik dhe të zhvillimit ekonomik. Dhe ne jemi të vendosur si qeveri, si Ministria e Arsimit që popullit Kosovës do t'ja krijojmë një sistem cilësor arsimor. Vetëm këto ditë jemi duke përru me 10 shkollat të tilla evropiane. Kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa u zotua se pushteti lokal do të jetë me nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit për të përmbushur çdo nevojë për mësim cilësor. Prania e musafirëve kaq të lartë sot në Ferizaj tregon për kushtimin e veçantë që ka qeveria e Republikës Kosovës dhe pushteti qendror përgjithsisht për zhvillimet në komunën tonë e veçanërisht për zhvillimet në fushën e arsimit. Ndaj kam kënaqësinë t'ju falenderoj për praninë tuaj, të cilën e kuptoj si inkurajim për të vazhduar punën me shumë përkushtim drejt përmirësimit të kushteve të punës dhe të mësimit në shkollat tona. Drejtori i shkollës ekonomike Faj Konica Skënder Haxhi Musa përmendi kushtet e vështira në të cilat kanë mësuar nxënësit në objektin e vjetër. Shkolla jonë ka të punësuar 83 mësimdhënës me përgatitje adekuate profesionale, shumica prej tyre të trajnuar dhe të certifikuar për një mbi të ndryshme që japin kontributin e tyre në edukimin, arsimimin dhe përgatitjen e nxënësve për studime universitare që në të ardhmen do të jenë bartës të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Në shkollën e mesme ekonomike Faj Konica në Ferizaj ndjekin mësimet afër 1600 nxënës të ndarë në 47 paralele. Me iniciativë të kryeparlamentarit Kadri Veseli, familjes së ish luftëtarit të UÇK-s Lavdim Ademi, i cili ndroi jetë para 4 muajve pas një sëmundje të rëndë, do t'i ndërtohet shtëpi e re. Kryetari Veseli premtoi përkraje edhe për familjet e tjera. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli vizitoi familjen e ish pjesëtarit të UÇK-s Lavdim Ademi në fshatin Stan Tërk të Mitrovicës. Me iniciativë të kryeparlamentarit Veseli, familjes Ademi do t'i ndërtohet një shtëpi nga buxheti i Kuvendit të Kosovës. Për vjetorin e parë këtij shënimit të ditës bamirësisë nënës së Risë, t'ju ndihmoj me aq sa mundemi. Kjo është një ndihmë e cila ne e dim nuk e zgjidh edhe krejt problemin social të familjes, po të paktën nga këto ambiente ashtu siç po mendojmë edhe ata fshinjtë e ju, cilë kanë jetu në gjendje shumë të rana atje poshtë, ta që kemi përtluar ndërtesën sociale edhe lavdimi, të ndërtojmë një shtëpi, zoj. Edhe me emën Zotit, shumë shpejt kemi ndërtu. Vëllai dhe bashkëshortja e dëshmorit Lavdim Ademi ndërkaq falënderuan kryeparlamentarin Veseli për këtë iniciativë. Faleminderit që ke gjithë kohë shumë për teje. Jem obligim. Në të drejtën një vetë një shtë që na ke vizitu në këtë vend. Si të trejpë që ke institucionin përgjithsisht të po flasë për partive ku dion. është hera 4 e 5 që të shohme. Dhe me thonë këtu në këtë lagje, jena shumë e njësë për juve, faleminderit shumë. Për neve e për gjithë ata që ka nevojë. Po
edhe për këtë rast është shumë rast i veçantë. Po i falenderojmë prapë APET gjithëve. Lavdim Ademi ish luftëtari i UÇK-s dhe ish pjesëtar i FSK-s. Ka ndërruar jetë para 4 muajve pas një sëmundjeje të rëndë, duke lënë pas bashkëshorten dhe 2 djemt, Arjanitin 12 vjeç dhe Albanin 10 vjeç. Mbi 1.7 milion qytetar do të kenë të drejtë të votojnë në zgjedhjet e mundshme të 11 dhjetorit në Maqedoni sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Në krahasim me zgjedhjet e parakohshme parlamentare, kjo listë për momentin numëron mbi 9.300.000 votues më pak. Në zgjedhjet e 11 dhjetorit të drejtë vote do të kenë mbi 1.770.000 qytetar, por mbi 30.000 votues të kontestueshëm kanë edhe një shans për të verifikuar të drejtën e votës ose përfundimisht do të ngelen jashtë listës së votuesve. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në krahasim me zgjedhjet e vitit 2014, ka vetëm 9.392 votues më pak. Shërtimi publik i listës do të jetë i mundur nga 27 tetor deri më 16 nëntor, kur do të mbyllet zyrtarisht. Ndërsa 30.000 votues të kontestueshëm ende mbeten pezull dhe kanë një shans të fundit. Këto persona do të kenë edhe një herë mundësinë që gjatë kohës së inspektimit publik që të paraqiten në njërin prej zyrave rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, kuptohet, në zyrën rajonale kompetente sipas adresës vendbanimit të votuesit, të plotësojnë kërkesë për regjistrim në listën zgjedhore duke parashtruar edhe dokumentin përkatës valid normal, letër njoftimi valid ose pasaportën valide. Duke krahasuar të dhënat e listës zgjedhore në krahasim me ato të zgjedhjeve të kaluara, në njësi zgjedhore ndryshimet janë si vijojnë. Njësia numër 1 ka plot 23.000 votues më pak se në zgjedhjet e kaluara. Njësia zgjedhore numër 2 ka 1.000 votues më pak. Njësia zgjedhore numër 4 ka 3.000 votues më shumë. Njësia zgjedhore numër 5 dhe numër 6 ka nga rreth 8.000 votues më shumë. 2 partitë më të mëdha maqedonase kanë reaguar në lidhje me këtë azhonim të listës zgjedhore. Nga LSDM thonë se Nikola Gruevski pa inxhinieringin e zgjedhjeve, më 11 dhjetor e pret humbje edhe sipas tyre, VMRO DPMN ka pasur mbi 200.000 vota në dispozicion për t'i keq përdorur. Nga 200.000 vota, për 170.000 është konstatuar se janë jashtë vendit dhe janë vendosur në një listë të veçantë, ndërsa 30.000 nuk ekzistojnë. Ndërkohë, nga VMRO DPMN reaguan duke theksuar se pretendimet e LSDM-s se janë mbi 500.000 vota apo 300.000 vota fiktive ra në ujë, ndërsa siç thuhet, edhe këto 30.000 nuk janë të gjithë fiktive. Lista zgjedhore është praktikisht identik me atë të zgjedhjeve të vitit 2014, ku LSDM-ja humbi me rreth 200.000 vota dallim. Njësia zgjedhore numër 6 ka kaluar normën e parapartë të dallimit në mes njësive me plus ose minus 5%. Për këtë, KSZ ka informuar Ministrinë e Drejtësisë dhe Parlamentin që të ndërmarrin hapa për ndryshimin e kufive të njësive zgjedhore. Zëdhënësi i KSZ-s Admir Shabani tha se institucioni i tyre do të informojë sërish Ministrinë e Drejtësisë dhe Parlamentin në momentin kur do të vijë dhe të dhënat e azhonimit të rregullt kuartal, i cili bëhet listë zgjedhore në muajin shtator. Nëse 11 dhjetori mbetet data për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, sipas kodit zgjedhor, kuvendi duhet të shpërbëhet me 12 dhjetor, ndërsa fushata zgjedhore do të fillojë me 21 nëntor. Ministri i Jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajčak, vendi i të cilit kryeson Bashkimin Evropian, deklaroi se projekti evropian nuk do të jetë i plot pa përfshirjen e shteteve të Ballkanit. Zgjerimi i Bashkimit Evropian është një investim strategjik në sigurinë dhe përparimin e Unionit, ndërsa projekti evropian nuk do të jetë i plot pa shtetet e Ballkanit Perëndimor, ka deklaruar sot ministri i Jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajčak. Në konferencën ndërparlamentare për politikë të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë, e cila po zhvillohet në Bratislav, Lajčak përshëndeti përparimin e rëndësishëm që është arritur në shtetet e Ballkanit Perëndimor me ndihmën e Bashkimit Evropian, si në fushën e tranzicionit, ashtu edhe në atë të bashkëpunimit rajonal. Megjithatë, Lajčak tërhoqi vërejtjen se përkundër përmirësimeve të arritura, situata në Ballkanin Perëndimor ende nuk mund cilësohet si tërësisht e mirë dhe stabile, dhe kjo sipas tij është arsyeja se pse Bashkimi Evropian duhet mbetet i angazhuar në këtë rajon.
Shefi diplomacisë slovake tha se Brukseli ka kërkuar nga shtetet e rajonit që të përmbushin një varg kushtesh në rrugtimin e tyre drejt antarësimit në Union, por shtoi se edhe Bashkimi Evropian nga ana e tij duhet përmbush obligimet që ka marrë përsipër dhe nënvizoi se kur shtetet kandidate për antarësim përmbushin obligimet që kanë marrë përsipër, atëherë këto shtete duhet t'i afrohen Bashkimit Evropian. Edhe përfaqësuesja e lartë e Unionit për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, tha se kohëve të fundit në Ballkanin Perëndimor është arritur një përparim i madh. Rreth 32.000 persona kanë vizituar festivalin e vjeljes së Rushit Hard Fest në Rahovec gjatë 3 ditëve sa zgjati ky festival, me të cilin krenohen rahovecianët. Sa herë që përmenden Rushi, vera dhe rakia, të gjithëve na shkon mendja në Rahovec. Vjeshta është koha e vjeljes së Rushit dhe në këtë kohë rahovecianët kanë fest. Tash e 15 vjet në këtë qytet organizohet festivali i Rushit, verës dhe rakis Hard Fest, i cili këtë vit këtij qyteti i solli mbi 30.000 vizitor. Kështu tha drejtori artistik i festivalit, Agron Sokoli. Tushmëria e festivalit ka qenë shumë e madhe, dhe me thënë, të pas parasysh vizitat në Panajirin edhe vizita e koncerteve kalon mbi 32.000 njerëz. Po kënaqësia më e madhe është që festivali kalon 3 ditë në këtë vend bukur edhe nuk ka asnjë ekses. Me 10 aktivitete u organizuan gjatë 3 ditëve në Rahovec, në kuadër të këtij festivali. Festivali i vjeljes së Rushit tashmë është shndruar në një nga aktivitetet më të rëndësishme për qytetarët e kësaj komune. Hard Festi është tepër i rëndësishëm, për arsye se është festa e vjeljes së Rushit, përpunimit Rushit, është festa e Rahovecit, jo vetëm e yna si vertar, si produs, mirë po është fest e gjithë qytetarëve të Rahovecit. Është kënaqësi marrë këtu, sidomos për neve rahovecian që jemi. Po ndjemi shumë krenar se kemi edhe jashtë Kosovës, kemi edhe ka kretë Kosova këtu mysafirë dhe jemi të i prit, jemi të i qyrë sa më shumë, sa më mirë. E turistët të cilët këtë vit kanë ardhur në Rahovec nga vendet të ndryshme të botës, thonë se janë duke bërë plane që të vinë edhe vitin tjetër. Një shok i yni na tregoi neve rreth këtij festivali, që mbahet në këtë qytet të bukur dhe në ambient të hapur. Rushin dhe verën e provuam dhe me thënë të drejtën na pëlqeu shumë. Rakin nuk e kemi provuar ende, por do ta bëjmë pas pak. Përveç aktiviteteve që u organizuan gjatë ditës, mjaft atraktive ishin edhe koncertet e mbrëmjeve, ku kësaj radhe interpretuan Elita 5, Troja, si dhe 10 artist vendor e ndërkombëtar. Është kënaqësi, është diçka e papërshkrueshme, një kënaqësi e madhe kur e shef se ka edhe të ri që ndoshta edhe s'kanë qenë të lindur kur kanë qenë do hitet e grupit Elita 5, po ato i dinë dhe i këndojnë, dhe për një artist nuk ka gjë më të mirë kur publiku ja din dhe ja këndon këngët. Rahoveci ka një kulturë të rock muzikës, edhe është një publike sinqerë, më me thonë, edhe na jep edhe neve emocion me performu sa më mirë. Edicioni 15 i festivalit të vjeljes së Rushit Hard Fest këtë vit u mbajt më 2, 3 dhe 4 shtator në Rahovec. Këtu e përfundoi magazinën informative 21 Live News. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëngjes.